Shumë ngjarje po ndodhin në kohët e fundit dhe duket se shteti po i përdor thjesht për të hequr mendjet nga problemet politike dhe vjedhjet e rënda që ndodhin në Shqipëri. Dhe të gjithë e dimë që ngjarja që përhap më shumë bujë në Shqipëri është Bleona Mata dhe gjetja e saj. Një vajzë e cila ka 16 vite e rrëmbyer ose e humbur, shumë teori konspirative qarkullojnë rreth saj, por ajo që ka dyshuar dhe ka bërë të gjithë rritin të tundohet është se pse babai i saj nuk ka reaguar kurrë. Por duket që reagimi i tij ka ardhur dhe është më rrënqetëës. Të gjithë e dimë bukuria Matën, nëna e Bleonës, gruaja më e fortë që kemi njohur ndonjëherë, e cila po lufton për shumë vite për gjitjen e vajzës së saj, ose të paktën të ditë të vërtetën, a është gjallë apo jo. Së fundmi, pas ardhes së lajmeve se ajo është gjallë, të gjithë forcat policore, SPAK-u dhe shumë forca internacionale janë angazhuar në gjitjen e saj. Por bukuria Mata insiston përsëri tek hallat e Bleona Matës. Por duket që personi i cili po e pengon këtë zhvillim policor në gjitjen e saj është vetë babai i Bleonës. Burri i cili u nda nga bukuria për shkakun e Bleonës dhe filloi një jetë të re në Itali, duket se tashmë është dhe penguesi për zhvillimin e kësaj ngjarje. Ai i thot bukurisë që të ndalë menjëherë forcat dhe kërkimet për shkak se po na fliq familjen. Pra, ai nuk dëshiron që motrat e saj, të cilat janë akuza të drejta për vjedhjen e Bleonës, të dalin në televizion, aq më tepër të arrestohen. Pra duket që babai ka gisht në rrëmbimin e Bleona Matës. Një ngjarje shumë e trisht, por dhe shumë e frikshme, se si një baba mund të dorëzohet të lërë fëmijët e tij të rrëmbehet dhe të krijojë një jetë pa e vrarë fare çerpikun. Çfarë mendimi keni ju për këtë ngjarje? Komentoni mendimin tuaj nëse babai i Bleona Matës ka gisht dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit tonë. Ju faleminderit.